të nderuar anëtarë të familjes Qosja. Me ndarjen nga jeta të akademik Recep Qosja, ne nuk humbëm vetëm një njeri të dijes, e humbëm një institucion të mendimit kritik, e humbëm një tribun të fjalës së lirë dhe një ndërgjegje që nuk pranonte të heshte. Dhe pikrisht sepse nuk heshti kurrë, ai do të vazhdoj të dëgjohet edhe në të ardhmen. Akademik Recep Qosja nuk ishte vetëm një rrethimtar i kohës sonë. Ai ishte gjykues i saj. Nuk ishte vetëm shpjegues i letërsisë, historisë apo politikës, por sfidues i tyre. Nuk ishte as produkt i rrethonave kohore, por ishte kundërshtim i tyre. Dhe në një midis që shpesh njeriu kërkon rehati, ai zgjodhi shqetësimin. Në një politikë që shpesh kërkonte kompromise, ai zgjodhi të vërtetën. Dhe në këtë shoqëri që shpesh harron, ai zgjodhi kujtesën. Këto nuk ishin zgjedhje të lehta, ishin zgjedhje me çmim të lartë. Të nderuar kolegë, në veprën e tij populli i ndaluar, që sot e rikujtova duke ardhur këtë son solemne, ai nuk shkroi vetëm për një popull të mohuar, por shkroi edhe kundër vetë mohimit. Akademik Recep Qosja na mësoi se pushteti më i rrezikshëm nuk është ai që ndalon trupin, por ai që pushton mendjen. Sepse robëria më e thellë nuk është ajo që shihet, por ajo që pranohet. Dhe ai nuk e pranoi kurrë. I vetëm disa herë, i kundërshtuar shpesh herë, por asnjëherë i lëkundur. Ai ishte polemist, por jo për të ndarë. Ishte polemist për të pastruar mjegullën e gënjeshtrës. Ai ishte kritik, por jo për të rënuar. Ishte kritik për të ndërtuar të vërtetën. Ai ishte nganjëherë edhe i ashpër, sepse koha jon shpesh herë kërkon ashpërsi për të zgjuar. Të nderuar kolegë, sot për te dallimeve tona politike kemi përpara një pasqyrë. Çfarë bëjmë me lirinë për të cilën ai shkroi? A ngritëm debatin në nivelin që ai kërkonte? Apo mbrojmë të vërtetën me guximin që ai e jetoi? Si kryetari i Partisë Demokratike, por mbi të gjitha si pjesë e kësaj shoqërie që ai sfidoi dhe deshti njëkohësisht, ndjej detyrimin ta them. Ndërimi më i madh për akademik Recep Qosjen nuk është vetëm fjala sot, por standardi ynë nesër. Sepse figurat e tilla nuk kërkojnë lavdi, ato kërkojnë vazhdimsi. Ngushëllimet më të sinqerta familjes Qosja, dhimbja juaj është edhe jonja. Kosova sot është më e varfër në prani, por më e pasur në trashëgimi. U pret në poç akademik Recep Qosja, lavdi mendimtarit që nuk u përul kurrë. Faleminderit.